Thot pyetja radhës, selam aleikum, hoq, a kemi halal me ngrënë mishin që është i therrur nga krishterët këtu në Austri? Edhe në 2007 në tribun vjen çit pyetje më pa të mbaj, isha me një koleg, një hoq. E kum thonë atëherë, po e them edhe tash. Mas miri për një shoqëri islame, siç jeni jo komunitet islamini, është me i pas thertoret e juaja. Për shembull, njëri prej jush e bën thertoren, tjetri e bën furrën, tjetri e bën këtë. Sektori privat është i hapur. Në Evropë nuk janë çash punëtor sikur të na me thon konkurrencë e madhe, s'po muj me depërtu. Këtu let bre, këshirëve çfarë lokale, shej dola për qendër, një ditë këtu i këshirsha lokale sikur shpajza bre që ishtina na do sene që s'na doan. Ka 2-3 tavolina, 4 tavolina. Me po me shku na xhamati çishto, ku na shtin ata këtu? Kërkuni s'ka ku të shtin. Te na në Kosovë çishto me shku në restorant çishto te xhavanet, se i ka për 200 vet vanin. E ti pse bën në restorant sikur atje push me bë këtu? Pse bën në pizzeri? Pse s'pe bën në mishtore? Pse s'pe bën në diçka, në borektore, që vllaznia në Vjenë kishin bë? Mashallah, të plot veshin. Me pizza, me çebapa, me ato, me boreka, me kutadione. Kjo është mas miri, e para. E dyta, në mungesë të këtij lokali që është në dorën e juaj, atëherë do të më drejtu te musliman tjerë, që i njohëm për shembull te turqit, te bosnjakët. Po s'ka hiç s'ka asnjë musliman që e ka mishtoren. Më mira me mujt me marr me therr vet familjarisht. Për shembull këtu ka familja e merr therr dikon edhe e ndon. Edhe ajo nuk funksionon, po i mshelëm dyrt këtej. Këtej po i mshelëm dyrt. S'ka kërka hiç. A lejohet me marr mishin nga të krishterët edhe nga çifotët? Po. Kjo është e fundit. Allah subhanahu wa taala e lejon me hangër mishi çifotëve dhe të krishterëve në rastet kur s'kemi ka me marr. A lejohet me marr prej kinezëve, prej budistave, prej indianëve që janë adhurues të lopës? Ja. Prej satanistave? Ja. Ai nëse s'deklarohet pronari i asaj mishtorës i krishter, ose deklarohet i krishter, po thotë unë e ku myt, se do të bëj pyet, e ke therr, ai ke mshuar çe kesh në krya çu ke bë këto. E nëse të kallzon që ka therr në mënyrë palishme, prap nuk hat. Se ajo është kafshë ngordh, se ka mundësi ka kcypis nalte edhe ka ngordh. Po ju tashini shumë elhamdulillah dhe nuk e keni çash problem. Andaj nëse vjen atë pozitë që s'ki ka jaman, atëherë sipas ajeteve kuranore dhe hadithet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo e fundit lejohet, por kjo është më e rrezikshme. Kjo është më e pasigurta. Allahu alem.